E keni dëgjuar kryeministrin e vendit? Del me një pasaport dhe thot, do t'u sjell pasaportën europiane. Pasaporta europiane është e mirë se ardhur, por nuk e ka ai në dorë. Se pasaporta në vetvete është një copë letër. Ju e mbani mend kur ne u antarësuam në NATO 16 vite më parë. Dhe u bëm pjesë e një prej aleancave më të fuqishme të historisë së njerëzimit. NATO është një organizatë e jashtëzakonshme. Por më thoni ju mua, pas 16 vite që ne jemi pjesë e NATO-s, a kemi ne një ushtrim më të fortë dhe më të mirë se ajo që kishim para 16 vitesh? Pra antarësimi në një organizat nuk do të thotë që domosdoshmërisht ti shkon dhe zhvillohesh. Pra antarësimi në Bashkimin Evropian në vetvete, që mund të ndodhë për geopolitik, nuk do të thotë që rritet standardi jetës këtu. Jo, ne nuk na duhet thjesht një pasaport. Ne na duhet të ndërtojmë Europën këtu na dhe unë tonë. Sepse nëse na vjen thjesht pasaporta, ndodh që të na ikin të gjithë rinjtë jashtë, sepse e ka një dokument të lehtë për të ikur. Ajo që na duhet ne është ta ndërtojmë Shqipërinë moderne këtu, Shqipërinë europiane këtu, Shqipërinë me 24 orë ujë këtu, Shqipërinë me të drejta këtu, Shqipërinë me garë këtu, Shqipërinë me subvencione këtu, Shqipërinë me të rinj këtu, Shqipërinë me pensionistë që marrin pensione dinjitoze këtu, Shqipërinë e dinjitetit dhe të punës këtu. Europa do të thotë të ndërtosh Europën këtu në vatrat tona. Nuk mjafton një copë letër. Sepse ajo letër mund i shërbej zbrazjes përfundimtare të Shqipërisë. Dhe këtij vendi që të parët tanë e kanë mbuluar me gjak, e që asnjë pushtues nuk i ka larguar dot racën tonë këtej. Çudi po ndodh që të vetë largohemi si pasojë e bijve dhe bijave që na kanë tradhuar, duke e shkretuar këtë vend të begat. Ndaj ju kërkoj një bashkim të madh, jo për Adriatikun, jo për tifozëk partijak, po për nevojën historike që ka Shqipëria për të ndryshuar. Lere një tifozëkun në bauliste komunist, në të majte në të djathë, se nuk ka pasur në këtë vend të majte të djathë. Dhe unë u bind për këtë. Ç'lidhje ka me të majtën që i jep investitorit strategjik 1 milion metra katror të detit? Pse s'ua japin juve? Pse s'ua japin fëmijëve tuaja? Po shkojnë e japin fëmijëve të atyre që janë ortakët e tyre. Nuk është politikë e majt. Ti japësh me 1 euro 1 milion metra katror, se cili nga ju këtu, po ti falë shteti 1 milion metra katror, sigurisht i pasur bëhet. Ndaj ju duhet të hapni syt, të mos bëni tifoz, të votoni rinin, të votoni ndryshimin, dhe të jepni një mundësi fëmijëve tuaj të kthehen në shtëpi. Faleminderit shumë. Jam i hapur për pyetje nga secili nga ju, sepse modeli që ne kemi është modeli i ballafaqimit dhe qytetarin, jo modeli atyre që vinë, u flasin edhe ikin pa u dëgjuar. Kështu që secili nga ju që do të bëj pyetje, mund të më bëj pyetje, mikrofoni është në dispozicion.